Ka filluar edicioni 19 i festivalit teatror Fëmijët në skenë që mbahet në Gjakovë. Në këtë festival marrin pjesë shkollat e ulta fillore nga komuna e Gjakovës. Hysén Binaku, organizator, tha se ky festival pasqyron më së miri talentet e rinj të aktrimit që ka Gjakova. Sigurisht që edhe fëmijët e kanë kuptuar edhe seriozitetin që duhet për të përgatitur mirë një shfaqje. Unë shpresoj që edhe ju e patë dhe jeni të bindur se ishte kënaqësi të shohësh fëmijët duke luajtur në skenë. Festivali është ndër të vetmit që mbahet tek ne dhe përgatitjet e shkollave për këtë ngjarje cilat kanë qenë të kënaqshme. Risi ka që është garuse në mes të shkollave. Marrin pjesë 14 drama. Janë shumë të mira, fëmijët janë të përgatitur, edhe mësuesit kanë punu diçka shumë mirë. Është pak e vështirë, se duhet me shku me bërë për zgjedhjen, e kemi vështirë se janë drama shumë të mira. Fëmijët që morën pjesë në këtë event ishin nga klasa e parë deri në klasën e 5. Me shfaqjet e tyre, nxënësit e 13 shkollave të komunës sonë i përfaqësuan shkatësitë dhe talentin e tyre në lëmin e artit skenik, duke i kënaqur kështu ardashësit e rinj dhe jo vetëm ata.